burnia ka shku për lesh në vendin tonë. Unë nuk menoj që është burni nëse një mashkull e ka gruan në shtëpi dhe duhet mi pas edhe 2 femra jashtë shtëpisë. Sa qëni me gjetë një djalë që ka pare, që ka zinxhir, që i ka që vozit qapo dione, ma mirë ndjek një andrat e juve. Kur dashuroj, dhe më thonë jam krejt tjetër njëre. Dashnia për një person është bekem. Qysh qëndron qëndresa me jetën private? Ma jam beqare. Kështu hitë su menove, dyqysh direkt the që je beqare. Po se jam beqare, se u menu. Që sa ku je single? Do shta 1 vjet. Okej. Edhe hala si tu menu me kriju një lidhje ose diçka ose nashta po të ngucin shumë edhe nuk po del me zgjidhje. Për këtë temë ndoshta kisha dashur me fol shumë. Po koha sot, rinia, se vetë jam e re, nuk po them që jam perfekt, nuk po them që jam prej femrave pa gabime, po është shumë vështirë, mendoj unë, që sot, sidomos një femën, me gjetë një mashkull, me pas tamam krah për jetë. Edhe pak se e kisha thonë shumë bukfalesh, burnia ka shku për lesh në vendin tonë. Pse menon kështu? Unë nuk menoj që është burni nëse një mashkull e ka gruan në shtëpi dhe duhet mi pas edhe 2 femra jashtë shtëpisë. A menon që në Kosovë është ky sistem? Shumë. Shumë. Çka po e shtyn që ta që një mashkull më koni martun edhe me pas edhe një femën tjetër ose shlethet 2 femra tjera? Nuk di me të kallëzohen. Nashta ndodh që në shoqni, patjetër që pa has me naj person që e bën këtë gabim, është e pamundën, po nuk kisha ditë me dhënë ai përgjigje adekuate. Unë menoj që parja i ka prish njerëz shumë. Na nuk jena këtu me gjithë fajtorin, për shembull me thonë jo ky ka faj ma shumë, jo ky ka faj ma pak, jo çikat kanë faj, jo djamt kanë faj, po ku menon ti që është? Vajzave. Sa këshoni me gjetë një djalë që ka pare, që ka zinxhir, që i ka që vozit qapo dione, ma mirë ndjek një andrat e juve. Nuk është njëjtë si parja jote se më konë në varën e për dikujna. Sa menon që trejat, nashta po bojnë pak ma shumë se që duhet mas pare, mas kerrit, mas ty në gjanave të luksit me një farë forme? E thash nashta seni kryesor që ka prish shoqnin është pikërisht që ka arsyeja. A është që arsyeja që qëndresa ai qëndron larg lidhjeve nashta me një farë forme Jo, me thënë drejtën, unë menoj që dashnia për një person është bekem. Unë për vete kur se po më vjen interesant me fol për veten, nashta që ka publikisht, po kur dashuroj, dhe më thonë jam krejt tjetër njëre. Menoj ndryshe, jam shumë më e butë, shpirtnisht, psiqikisht, do më thonë dashnia është bekem. Nuk është që unë nuk du. Unë me krejt qenjen tam, unë me nëzipres që një det me pas burr, me pas fëmijë, me kriju jetë, po ndoshta kismeti së arbë edhe qa po shojnë sytë edhe vesht,